mbi qindra metra linear kablo elektrike janë vjedhur për të 320 herë brenda 3 vjetëve në fshatrat e Vlorës, Zvërnec dhe Kanin, duke lënë këtë herë 3 ditë pa energji, jo vetëm banorët e këtyre zonave, por pa transmetime dhe dhjetra televizione, si ato kombëtare, ashtu edhe ato lokale, që kanë transmetuesit e tyre në këtë zonë. Pas 320 herëve të vjedhjeve të kablove në 3 vjetet e fundit, pra me një mesatare afërsisht një herë në 3 ditë, policia e Vlorës nuk ka sjellë përpara drejtësisë asnjë autor të këtyre vjedhjeve të paprecedenta në botë. Vjedhje që kanë lënë në errësirë me mijëra banorë të rrethit të Vlorës për qindra ditë dhe kanë mbyllur butonin për shumicën e televizioneve shqiptare në Vlorë. Ka qenë pikërisht indiferenca e policisë së rrethit të Vlorë për më shumë se 3 vjet që i ka çuar autorët, ndoshta të njëjtët, ta realizojnë këtë vjedhje rregullisht gati për ditë. Ngjarja bëhet akoma më shqiptare dhe akoma më dramatike njëherësh, po të kihet parasysh se grabitësit mund të shesin 3000 metra kabull bakri, jo më shumë se 5000 lekë. Pra, grabitësit janë kaq të qetë në grabitjen e tyre rutinore, pasi e kanë të qartë se policia e Vlorës sërish do të jetë në gjumë. Sa janë gati të rrezikojnë burgun në rastin e fundit për më pak se 2000 lekë. Burime pranë televizionit Klan në Vlorë, duke u referuar banorëve të zonës, thanë se vjedhja e kablove elektrike bëhet menjëherë sapo ikin dritat në këto zona, çka nënkupton se kjo vjedhje kafshërore bëhet në bashkëpunim me punonjës aktual të CEZ apo edhe ish punonjës të ndërmarrjes elektrike që njohin gjeografinë e shpërndarjes së kablove elektrike në këto zona.